Një qytet të vogël malor të Shqipërisë së viteve 80, ku rrugicat me kaldrëm ngriheshin me shtëpive të vogla dhe era mbante erën e drurit të djegur, jetonte një djalë i ri i quajtur Dritan. Ai ishte rreth 19 vjeç, i holl, me flokë të errët dhe sy që ndriçonin kur ndjente diçka të fortë. Dritani kishte lindur në një familje të varfër. Babai i tij kishte ndëruar jetë kur ai ishte vetëm 10 vjeç, duke lënë pas një grua të heshtur dhe një djalë që duhej të mësonte si të mbjetonte. Nëna e tij, zonja Vjollca, ishte një grua e thjeshtë dhe e përulur që shiste perime në treg për të siguruar bukën e përditshme. Duart i kishte të plasaritura nga puna e vështirë, por çdo herë që e shikonte të birin, buzëqeshte me një ngrohtësi që i jepte forcë edhe ditëve më të vështira. Dritani nuk ishte si të gjithë djemtë e lagjes. Ai punonte çdo ditë, por kur nuk humbiste shpresën. Në çdo hap që bënte, kishte një ëndër të vogël për të dalë nga varfëria, për të bërë diçka më shumë për nënën e tij dhe, pa e ditur, për një vajzë që kishte parë vetëm një herë në jetën e tij. Anisa jetonte në të njëjtin qytet, por në një botë krejt tjetër. Ajo ishte vajza e një inxhinieri të njohur dhe të pasur. Familja e saj kishte një shtëpi të madhe me oborë të gjelbër dhe mobilje që sillnin aromë druri të huaj. Anisa ishte e bukur, me flokë bjond që i ndriçonin në diell dhe sy të kaltër që dukeshin sikur lexonin çdo mendim. Por ajo nuk ishte vetëm e bukur, kishte një butësi që e bënte të dallonte nga të gjithë vajzat e pasura të qytetit. Kur buzëqeshte, njerëzit ndjeshin të qetë, dhe kur fliste, fjala e saj kishte një lehtësi që rrau shihej. Një ditë pranvere, tregu i qytetit u mbush me aroma lulesh të freskëta. Gratë e moshuara kishin vendosur shporta me trëndafila dhe lule të tjera që i sillnin nga fshatrat përreth. Dritani, pasi kishte mbaruar punën në një punisht të vogël, ndaloi përpara një shporte me lule. Mes të gjitha luleve, syri i tij ra mbi një trëndafil të kuq, të vetmuar me spetaleve të zverdhura. Ishte i bukur, i ndriçuar nga drita e pasdites, dhe diçka i thoshte se duhej ta kishte. Sa kushton ky, nënë? Pyeti ai, duke nxjerrë disa monedha nga xhepi. 2 lek, bir, i tha gruaja me zë të ngrohtë. Por për ty, marr vetëm 1 lek. Sytë tu janë më të shtrenjtë se lule. Dritani e bleu. Ishte një trëndafil i thjesht, por për të kishte një domethënie të madhe. Ai nuk e dinte pse e bleu, ndoshta sepse ndjeu se ishte një mënyrë për të treguar diçka që nuk mund ta thoshte me fjalë. Kur u afrua pranë shtëpisë së Anisës, e pa për herë të parë nga afër. Ishte ulur në verandë duke lexuar një libër, ndërsa dielli i pasdites i ndriçonte flokët. Zemra e Dritanit rrihte fort, por ai nuk kishte guxim të afrohej. Megjithatë, një forcë e padukshme e shtyu të ngrihej dhe t'i zgjaste trëndafilin. Anisa ngriti sytë dhe u habit. Nuk e njihte, por diçka tek ai e bëri të ndiejë qetë. "Për thonë?" pyeti ajo me një zë të lehtë. "Po," tha Dritani, duke ulur sytë nga turpi. "Për ty." Ajo e mori trëndafilin dhe për një moment mbeti pa fjalë. Dritani nuk priti më, ktheu shpinën dhe u largua me hapa të ngadalshëm, duke lënë pas një gjurmë që nuk do të fshihej lehtë. Ditët kaluan. Dritani vazhdoi punën, ndërsa Anisa shpesh kujtonte atë trëndafil dhe sytë e tij të sinqertë. Asnjëra nuk foli, por një ndjenjë e qartë e lidhte pa e ditur. Vitet kaluan, dhe kur qyteti u përfshi nga ndryshimet e mëdha të viteve 90, Dritani vendosi të largohej. Ai shiti gjithçka që kishte, përveç një kujtimi të vogël, trëndafili i kuq që kishte dhuruar dikur. U nis për në Greqi për të punuar dhe për të ndihmuar nënën e tij, duke lënë pas të gjitha kujtimet e rinisë dhe dashurinë e parë. Anisa ndërkohë vazhdoi jetën e saj, duke studiuar dhe punuar në Tiranë. Por zemra e saj nuk e kishte harruar kur djalin e thjesht me sy që flisni më shumë se fjalët dhe trëndafilin që kishte marrë pas një fjalë. Dritani kaloi vite të gjata në Greqi. Punonte pa pushim, herë si ndihmës ndërtimi, herë në restorante, duke grumbulluar çdo lek për nënën që e priste në qytetin e vogël malor. Ishte një jetë e vështirë, me ditë të gjata dhe net të vetmuara, por kujtimi i Anisës e mbante të gjallë. Çdo mbrëmje, kur rrinte vetëm në dhomën e vogël që ndante me emigrantë të tjerë, mendonte për atë trëndafil të kuq, për sytë e saj të kaltër dhe për buzëqeshjen që nuk e kishte harruar kurrë. Ndërkohë, Anisa ishte kthyer në qytet, pas disa vitesh studimesh në Tiranë dhe disa vizitave të shkurtra jashtë vendit. Ajo kishte ndryshuar shumë, ishte më e pjekur, e vendosur dhe e bukur, por zemra e saj ende ruante kujtimin e Dritanit. Jo një ditë nuk kalonte pa menduar për atë djalë të thjeshtë që kishte guxuar ta dhuronte një trëndafil, pa asnjë pritshmëri. Qyteti ku jetonin ishte tjetër nga ai që kishin lënë. Dritarët e shtëpive kishin xhama të rinj, dyqanet e vogla ishin zëvendësuar me dyqane me produkte nga Italia dhe Greqia dhe makina të reja rrinin kudo në rrugicat e ngushta. Megjithatë, rrugicat e kaldrëmit dhe sheshi i vogël ku Dritani kishte parë për herë të parë Anisën ishin të njëjta.
Dhe aty, pas 10 vitesh, takimi i tyre i papritur ndodhi. Dritani kishte ardhur për disa ditë në qytet, për të takuar nënën dhe për të bërë pak punë të vogla që nuk mund t'i bënte nga larg. Ishte mëngjes pranvere, ajri i freskët mbushte mushkërit, dhe ai po ecte nëpër shesh për të blerë bukë për nënën. Kur ktheu kokën drejt rrugicës që çonte tek sheshi i vogël, e pa. Anisa ishte aty, duke folur me një mikesh, por kur sytë e tyre u takuan, gjithçka u ndal. Një heshtje e papritur mbuloi sheshin. Dritani e njohu menjëherë, e kish parë çdo ditë në kujtimet e tij, por tani para tij ishte realiteti, e bukur e pjekur, me një hijeshi që e bënte të dukej si vajza e ëndrave të tij. Ajo u ndal dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje e thjesht, e cila i fliste më shumë se fjalët. Zemra e Dritanit rrihte fort, por ai nuk foli menjëherë. Vetëm ju afrua ngadalë, duke u përpjekur të përmbante emocionin që i mbushte gjoksin. Dritan pyeti ajo, me një zë të butë, sikur të kontrollonte nëse njihte realitetin apo po e shihte një fantazi. Po unë jam Dritan, tha ai, duke u përpjekur të qetësoj. Pas kaq vitesh nuk e prisja. Edhe unë nuk e prisja, tha ajo, duke u skuqur lehtë. Dhe aty në atë shesh të vogël, ku një trëndafil i kuq kishte lidhur jetët e tyre shumë vite më parë, gjithçka u rikthye. Kujtimet, ndjesit, heshtjet dhe buzëqeshjet e fshehta, ata filluan të flisnin pa pushim, duke i treguar njëri tjetrit për vitet që kishin kaluar, Dritani për vështirësitë dhe sakrificat në Greqi, për punën e rëndë dhe mungesën e familjes, Anisa për studimet, për punën e parë dhe për të gjitha momentet kur e kishte kujtuar Dritanin pa ja treguar askujt. E ke ditur gjithmonë? Pyeti Dritani me një zë të ulët. Gjithmonë, tha Anisa duke e parë drejt në sy. Nuk e harrova asnjëherë atë trëndafil Dritan. Dhe ty? Dritani ndjeu një ngrohtësi të pazakontë, siç ndjen një njeri vetëm kur ka pritur për një moment të tillë gjithë jetën. Ai nuk kishte më frikë. Unë kur nuk të harrova, tha ai. Dhe në atë moment, ndjeu se vitet e vështira, lodhjet, dhimbjet dhe ndarjet kishin pasur një kuptim për ta sjellë këtë takim pas 10 vitesh ku gjithçka mund të fillonte përsëri. Anisa buzëqeshi dhe e kaploi një emocion që nuk mund ta fshihte më. Ata ecën ngadalë drejt sheshit, duke folur dhe qeshur, ndërsa qyteti i vogël malor u duk sikur kishte ndalur vetëm për ta. Trëndafili i parë i Dritanit, ai që kishte dhuruar një pasdite pranvere, tani simbolizonte një fillim të ri. Pas disa minutash heshtjeje dhe shikimesh të gjatë, Anisa e pyeti, Dritan, pas gjithë këtyre viteve, a mund të mendojmë për ne? A mund të bëjmë një jetë së bashku? Dritani e mori dorën dhe buzëqeshi. Po, Anisa, këtë herë nuk do ta lëshoj kur dorën tënde. Dhe kështu, pas 10 vitesh, pas ndarjes dhe sakrificave, dashuria që kishte nisur me një trëndafil të kuq u rikthye e fortë, e ndershme dhe e pakthyeshme, Dritani dhe Anisa shndruan aty, në sheshin e vogël ku gjithçka kishte filluar një dekadë më parë. Ajri i pranverës mbushte mushkërit, por zemrat e tyre rrihnin më shpejt se era. Pas një heshtjeje të gjatë, Anisa e pyeti përsëri. Dritan, çfarë do të bëjmë tani? Pas gjithë këtyre viteve, a mund të fillojmë një jetë së bashku? Dritani e mori dorën dhe buzëqeshi, por jo thjesht me buzë, një buzëqeshje që i vinte nga e gjithë përvoja e jetës, nga vuajtjet dhe nga ndjenjat e paprekura. Po, Anisa, këtë herë nuk do ta lëshoj kur dorën tënde, tha ai, duke ndjerë një lehtësim që nuk e kishte ndjerë kur. Ata filluan të ecin ngadalë nëpër shesh, duke folur dhe qeshur, ndërsa qyteti i vogël malor, duke sikur kishte ndalur vetëm për ta. Dritani tregoi për vitet e vështira në Greqi, punët e lodhshme, netët e vetmuara, sakrificat për të ndihmuar nënën dhe mallin e përhershëm për të. Anisa i tregoi për jetën e saj në Tiranë, studimet, punën, sfidat e një gruaje të re që kishte mësuar të shndronte mbi këmbët e saj dhe për çdo moment kur kishte kujtuar Dritanin pa ja thënë askujt. Më vonë, u ulën në një kafe të vogël pranë sheshit. Çdo gjë ishte e thjeshtë, por për ta kishte një magji të veçantë. Aroma e kafes e mbushte ajrin, zërat e qytetit i japnin një ngrohtësi të pazakontë, dhe ndjenja e të qenit bashk pas kaq shumë kohësh ishte e papërshkrueshme. Dritan, tha Anisa duke e parë drejt në sy, këtë herë dua që gjithçka të jetë ndryshe. Dua të fillojmë nga e para, pa fshehje, pa frikë. Ai e shikoi me kujdes. Anisa, unë kam ndëruar për këtë moment gjatë gjithë viteve. Tani që je këtu, nuk dua ta humbas më. Çfarë do sfidash që do të vijë jeta, do t'i përballojmë së bashku. Aty, në atë kafe të vogël, ata bën një premtim të heshtur. Një premtim që nuk kërkonte fjalë të shumta, sepse sytë dhe duart e tyre flisnin më shumë se çdo fjali. Trëndafili i kuq që Dritani kishte dhuruar një pasdite pranvere, kishte mbetur simboli i dashurisë së tyre të papërballueshme dhe të përjetshme. Ditët pas takimit ishin të mbushura me takime të vogla dhe rrëfime të gjatë.
Ata ecnin në për rrugicat e qytetit, vizitonin familjarët dhe bisedonin për çdo gjë që kishin ndarë ose humbur gjatë viteve të ndara. Çdo rrugë, çdo çoshe e qytetit kishte kujtime të fshehta dhe të bukura, dhe tani ato kujtime shërbenin si ura për të lidhur dy jetët e tyre. Pas disa javësh, Dritani vendosi të qëndrojë më gjatë në qytet, duke ndihmuar nënën dhe duke u përgatitur për të filluar një jetë të re me Anisën. Ata filluan të planifikonin shtëpinë e tyre, jetën së bashku dhe ëndrat që kishin shtyrë për kaq shumë vite. Ishte një kohë e bukur, por edhe sfiduese. Të dy kishin ndryshuar, kishin pësuar dhe kishin mësuar shumë gjëra, por zemrat e tyre kishin mbetur të lidhura nga një dashuri që nuk mund të thirrën nga asgjë. Pas rikthimit të Dritanit në qytetin e vogël malor, ai dhe Anisa filluan të ndërtonin një jetë të re së bashku. Ishte një kohë e bukur, por edhe sfiduese. Shqipëria e viteve 90 ishte në një tranzicion të vështirë, ekonomia ishte e dobët, tregu i punës i kufizuar, dhe qyteti i vogël ku ata jetonin ishte i mbushur me njerëz që përpiqeshin të gjenin një rrugë për të mbijetuar. Por për Dritanin dhe Anisën, sfidat nuk ishin më pengesa, ato ishin provat që do t'i forconin dhe do t'i lidhnin më shumë. Dritani filloi të punonte në dyqanin e vogël të babait të një shoku, duke u kujdesur për çdo gjë, nga furnizimet e përditshme tek riparimet e vogla dhe menaxhimi i klientëve. Punonte gjatë gjithë ditës, duke ndjerë lodhjen në trup, por duke ruajtur një gëzim të fshehtë brenda, çdo ditë që vinte, ai e shihte si një hap më afër ndërtimit të një jete të qëndrueshme për Anisën dhe nënën e tij. Anisa ishte pranë tij, duke ndihmuar me librat, dokumentet dhe çdo gjë që kërkonte organizim. Ajo nuk ishte më vajza e pasur që e kishte parë Dritanin një pasdite pranvere, ajo ishte një grua e pjekur e fortë që dinte të menaxhonte situata të vështira dhe të ndihmonte ata që donte. Shumë herë, ajo kujdesej për shtëpinë e vogël, gatuante për Dritanin dhe nënën e tij dhe e mbante shpirtin e tyre të ngrohtë me biseda dhe buzëqeshje. Në mëngjeset e para, ata shkonin së bashku në treg. Dritani shpesh ndihmonte nënën me perime dhe produkte që ajo shiste, ndërsa Anisa bënte tregtinë e vogël me klientët, duke përdorur aftësitë që kishte mësuar gjatë viteve të studimeve. Shumë prej qytetarëve e njihnin Dritanin, por pak e prisnin që ai të kthehej, aq më tepër me një qëllim kaq të qartë, të ndërtonte një jetë të qëndrueshme me Anisën. Pas diteve, ata ecin nëpër rrugët e qytetit, duke kujtuar ngjarjet e rinisë së tyre. Dritani tregonte histori nga ditët e lodhshme në Greqi, duke i përshkruar me detaje të qarta lodhjet, ushqimet e pakta dhe njerëzit që kishte njohur atje. Anisa dëgjonte me kujdes, duke qeshur her pas here, duke qarë her pas here dhe duke ndjerë se secila fjalë e tij i shpjegonte edhe një pjesë të asaj që ajo kishte ndjerë gjithmonë, dashurinë e pakufishme të një djali të thjeshtë, të sinqertë dhe të fortë. Në një mbrëmje pranvere, pas një dite të gjatë pune, ata u ulën pranë gjakut të vogël të shtëpisë. Dritani ngjori një kuti të vogël nga xhepi. E di që ka kaluar shumë kohë, tha ai, por kur nuk e lash pas dore atë çfarë ndjeva për ty. Brenda kutisë ishte një trëndafil i kuq, i mbajtur i freskët, sikur koha të mos kishte kaluar. Anisa e mori, e shikoi dhe qeshi me një ndjesi të thellë, duke qarë një herësh. Ishte një moment i thjeshtë, por i mbushur me kuptim, pas shumë vitesh ndarje dhe sfida, dashuria e tyre kishte mbijetuar. Ditët e mëpashme sollën sfida të reja. Shqipëria e viteve 90 ishte e pasigurt ekonomikisht, dhe të dy duhej të mbanin balancë mes punës, familjes dhe ndjenjave të tyre. Dritani shpesh udhëtonte për të marrë furnizime të nevojshme, ndërsa Anisa shpesh bënte planifikime për të kursyer dhe për të menaxhuar çdo lek të fituar. Por gjithçka bëhej me një qëllim të qartë, të ndërtonin një jetë të përbashkët të sigurt dhe të bukur, pavarësisht vështirësive. Ata filluan të bënin plane për të ardhmen, një shtëpi më të madhe, një kopsht të vogël ku Anisa do të kultivonte lule dhe ndoshta një familje. Çdo vendim, çdo hap i vogël, ishte i menduar me kujdes dhe i mbështetur tek besimi dhe dashuria që kishin për njëri tjetrin. Një mbrëmje, ndërsa ecin ngadalë përmes rrugëve të qytetit, Dritani ndaloi dhe e shikoi Anisën drejt në sy. Anisa, tha ai, pavarësisht se çfarë do të sjellë jeta, unë e di se ku e kam vendin, pranë teje. Ajo buzëqeshi dhe e kapi dorën e tij fort. Edhe unë, Dritan, për herë pranë teje. Atëherë, ndërsa dielli po perëndonte mbi malet që rrethonin qytetin, ata ndjen një qetësi dhe lumturi që nuk e kishin ndjer asnjëherë më parë. Trëndafili i kuq, që kishte nisur gjithçka shumë vite më parë, ishte më shumë se një simbol, ai ishte shenja e një dashurie të pakushëzuar, të mbijetuar dhe të përjetshme. Pas muajve të parë të gëzimit dhe njohjes së njëri tjetrit sërish, Dritani dhe Anisa filluan të ndiheshin më të sigurt për të planifikuar të ardhmen e tyre. Jetesa në qytetin malor nuk ishte e lehtë. Pas ndryshimeve të shpejta të tregut, puna e përditshme kërkonte shumë përkushtim.
Dritani punonte gjatë gjithë ditës, shpesh në agimi deri vonë pas diteve, duke ndihmuar njerëzit me riparime ose duke transportuar mallra të nevojshme, ndërsa Anisa kujdesi për shtëpinë, për librat dhe dokumentet dhe ndihmonte komunitetin në çdo mënyrë që mundej. Ata nuk kishin luksin e të tjerëve, por çdo gjë që bënin bashkë kishte një rëndësi të jashtëzakonshme. Përmes diskutimeve të përditshme për financat, blerjen e ushqimeve dhe organizimin e punëve të shtëpisë, ata mësonin të kuptonin mënyrën se si t'i përballonin vështirësitë pa u ndarë. Çdo sukses i vogël, çdo gjest i thjesht, si një kafe e përgatitur për një ditë të lodhshme, ose një shaka për të qeshur së bashku pas një mbrëmjeje të gjatë, bëhej themeli i lidhjes së tyre të fortë. Dritani shpesh kujtonte vitet e largësisë, mungesën e nënës, punët e lodhshme dhe ndjenjen e vetmisë që nuk e linte të qetë. Por tani, për herë të parë, ai ndjente se çdo sakrificë kishte kuptim. Anisa nuk e la asnjëherë të ndjehej i vetëm, ajo e mbante mendjen e tij të qetë dhe shpirtin e tij të fortë, duke e inkurajuar dhe duke e bërë të ndjehej i respektuar dhe i dashur. Një ditë pranvere, ndërsa ecin ngadalë nëpër rrugicat e qytetit, takuan një fshinjë të vjetër që kujtoi momentet kur Dritani dhe Anisa ishin të rinj. Ai qeshi dhe tha, më kujtohet një pasdite pranvere kur Dritani të dha atë trëndafilin e kush, askush nuk e ka harruar atë gjest të vogël por të madh. Dritani dhe Anisa qeshën së bashku, duke ndjerë se çdo gjë që kishte ndodhur më parë, kishte çuar drejt këtij momenti të qetë dhe të lumtur. Pas disa muajsh, ata filluan të planifikonin hapin tjetër, një shtëpi më të madhe dhe një kopsht të vogël ku Anisa do të kultivonte lule të ndryshme. Çdo detaj planifikohej me kujdes, nga vendosja e mobiljeve deri te ngjyra e murit, dhe çdo vendim merrej së bashku. Dritani mësoi të punonte me duar të sigurta për çdo detyrë të vogël, duke krijuar jo vetëm një shtëpi, por edhe një ambient të ngrohtë dhe të mbushur me kujtime. Një pasdite, ndërsa punonin në kopshtin e vogël, Anisa tha me një zë të butë, "Dritan, ndonjëherë nuk mund të besoj sa lart kemi ardhur nga një trëndafili vetëm tek këtu ku jemi tani." Ai e pa dhe e kapi dorën e saj, duke ndjerë një emocion të thellë. Gjithçka që kemi përjetuar nuk ishte e kotë. Çdo vështirësi, çdo udhëtim, çdo sakrificë na ka sjellë këtu, ku mund të jemi të sinqertë dhe të lumtur bashkë. Ata filluan të ndanin kohën jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me komunitetin. Dritani shpesh ndihmonte fshinjët me riparime dhe transport mallrash, ndërsa Anisa ndihmonte gratë dhe fëmijët e qytetit, duke u dhënë këshilla ose duke ndihmuar me mësime të vogla. Kjo krijoi një lidhje të fortë jo vetëm mes tyre, por edhe me njerëzit përreth. Mbrëmjet e tyre ishin të thjeshta, por të mbushura me kuptim. Ata shikonin qiellin e natës, ndanin histori nga e kaluara, bisedonin për ëndra që kishin shtyrë për shumë vite dhe ndanin heshtje që flisnin më shumë se fjalët. Dritani shpesh e përqafonte Anisën dhe thoshte, "Tani që je këtu, ndjej se çdo gjë që kam bërë, çdo gjë që kam humbur, kishte një arsye." Ajo buzëqeshte dhe e shikonte me sy të ngrohtë, duke ndjerë se dashuria e tyre ishte më e fortë se çdo pengesë që jeta mund t'u kishte vënë përpara. Pas disa muajsh që Dritani dhe Anisa jetonin së bashku, dita e tyre fillonte herët në mëngjes dhe përfundonte vonë në mbrëmje. Qyteti malor ku kishin lindur dhe ku tani po ndërtonin jetën e tyre ishte ende i vogël, por plotësisht i ndryshuar nga ajo që kishin lënë një dekadë më parë. Makina dhe motocikleta kalonin shpejt nëpër rrugët e ngushta, ndërtesat e reja ishin ngritur në mes të shtëpive të vjetra prej guri dhe tregjet ishin më të gjalla se kur, me njerëz që sillnin mallra nga qytetet e tjera ose nga fshatrat përreth. Dritani dhe Anisa kishin një rutinë të qetë, por gjithmonë sfiduese. Ai fillonte ditën duke ndihmuar nënën e tij në treg, duke rregulluar dyqanet e vogla dhe duke sjellë furnizime nga qyteti më i madh pranë. Ishte e vështirë, nganjëherë lodhja e ditës i rrinte mbi supet, por shikimi i Anisës dhe buzëqeshja e saj e bënte gjithçka më të lehtë. Anisa ishte gjithmonë pranë, duke menaxhuar shtëpinë, duke ndihmuar fshinjët dhe duke u kujdesur që çdo gjë të funksiononte siç duhej. Në mëngjes, shpesh u ndodhte të shihnin të njëjtin pamje që e kishte shoqëruar rinin e tyre, fëmijët e qytetit që luanin në rrugë, burrat që shkonin drejt punës, gratë që mbanin shporta me perime dhe fruta të freskëta. Por tashmë ata nuk ishin vetëm vëzhgues, ishin pjesë e këtij qyteti, pjesë e njerëzve që përpiqeshin të mbijetojnë dhe të krijojnë një jetë më të mirë. Një ditë, ndërsa Dritani po riparonte derën e dyqanit të fshinjit, një fshinj i vjetër e ndaloi dhe i tha me një buzëqeshje të butë, "Dritan, kujtimi i atij trëndafilit të parë që i dhurove Anisës është ende gjallë. Tani e ke çuar jetën tuaj një hap më larg. Nuk është e lehtë, por duket se e keni kuptuar se çfarë ka rëndësi në jetë." Dritani buzëqeshi dhe e përqafoi fshinjin. "Po," tha ai, "çdo gjë që kemi bërë ka pasur një kuptim. Madje edhe lodhja më e madhe, çdo orë pune e gjatë tani di pse." Anisa që kishte qëndruar pranë duke dëgjuar bisedën, ju afrua dhe e kapi dorën. "Gjithçka që kemi kaluar na ka bërë të fortë," tha ajo.
Madje sfidat e qytetit, vështirësitë ekonomike, mungesat gjithçka ka një kuptim. Pasditet e tyre ishin të mbushura me punë dhe biseda. Ata planifikonin të blinin një shtëpi më të madhe dhe të krijonin një kopsht të bukur. Dritani mësonte çdo ditë të punonte me duar të sigurta, jo vetëm për riparime të vogla, por edhe për të krijuar hapësira të reja që do të bënin shtëpinë më të ngrohtë dhe të rehatshme. Anisa ndërkohë mësonte të menaxhonte çdo detaj, furnizimet, kontaktet me furnizuesit e qytetit, ruajtjen e ushqimeve dhe organizimin e hapësirës për të ndier gjithçka e qetë dhe e bukur. Një nga sfidat më të mëdha ishte mbarësia e bukës dhe produktet e tjera të nevojshme. Shumë herë, për shkak të mungesës së mallrave ose të çmimeve të larta, Dritani dhe Anisa duhet të mendonin dhe të planifikonin çdo gjë me kujdes. Çdo vendim, nga blerja e miellit tek organizimi i ditëve të punës, ishte një provë e aftësisë së tyre për të përballuar jetën bashkë. Një pasditë dimri, ndërsa Debora mbulonte qytetin dhe ajri ishte i ftohtë, Dritani dhe Anisa u ulën pranë gjakut të vogël, duke mbajtur njëri tjetrin ngrohtë. Ai nxori nga xhepi një trëndafil të vogël të ruajtur nga vitet e kaluara. "Ky është për ne," tha ai. "Nuk ka rëndësi sa vite kaluan, dashuria jon ka mbijetuar." Anisa e mori trëndafilin, e shikoi dhe lotët i u rrjedhën në heshtje. Ishte një moment që shprehte gjithçka, sakrifica, dashuria, besimi dhe besnikëria që kishin përjetuar të dy. Në ditët që pasuan, ata filluan të planifikonin të ardhmen me më shumë vendosmëri. Bisedat nuk ishin më thjesht për punën apo blerjet, por për ëndra që kishin shtyrë për kaq shumë vite. Dritani fliste për mundësitë që mund të krijonte në qytet, ndërtimin e një dyqani të vogël ose riparime që do të sillnin të ardhurat shtesë. Anisa fliste për arsimimin e fëmijëve të ardhshëm, për një jetë ku çdo gjë do të ishte e ndershme dhe e ndërtuar me përkushtim dhe dashuri. Ata ndjeheshin më të fortë se kur, duke kuptuar se sfidat nuk ishin pengesa, por mundësi për të treguar se dashuria dhe përkushtimi mund të mbijetojnë në çdo kohë dhe në çdo vend. Çdo ditë e përbashkët, çdo bisedë dhe çdo kujtim i rinisë së tyre i bënte ata më të lidhur dhe më të qetë për të përballuar çdo gjë që mund të vinte përpara. Jeta e Dritanit dhe Anisës nuk ishte më e thjeshtë, por ishte e plot me kuptim. Pas disa muajsh shëndrimi së bashku, ata filluan të ndihen të rrethuar nga përgjegjësi të mëdha. Ekonomia e pas 90-s ishte e pashëndrueshme. Tregu i qytetit të vogël shpesh nuk ishte mallra të mjaftueshme, çmimet ndryshonin çdo javë, dhe punët e përditshme shpesh kërkonin sakrifica që nuk mund t'i parashikonin. Një nga sfidat më të mëdha erdhi kur dyqani ku punonte Dritani u përball me mungesë furnizimesh për disa javë. Ai duhet të gjente një mënyrë për të mbajtur klientët të kënaqur, pa humbur reputacionin dhe pa krijuar borxhe. Shumë herë punonte nga mëngjesi deri vonë në mbrëmje, duke u kujdesur që çdo produkt të ishte në rregull dhe çdo klient i respektuar. Anisa ishte pranë tij gjatë gjithë kohës, duke mbajtur shënime, organizuar furnizimet dhe duke u siguruar që gjithçka të funksiononte. Në një ditë të ftohtë dimri, ndërsa rrugët e qytetit ishin të mbuluara nga Debora dhe qyteti duke i vetmuar, Dritani dhe Anisa u ndodhen të vetëm në dyqanin e vogël, duke menduar për të ardhmen. Anisa e shikoi Dritanin dhe tha, "Është e vështirë, por ndjej se çdo sfidë që kalojmë na afron më shumë." Ai e mori dorën dhe e shikoi drejt në sy. "Po, Anisa, kjo nuk është vetëm për ne, është për të gjithë ata që duam dhe për të ardhmen që duam të ndërtojmë." Përveç sfidave ekonomike, ata përballeshin edhe me presionin e shoqërisë dhe familjes. Shumë prej fshinjve dhe njohësve nuk e prisnin që Dritani, djali i varfër, të kthehej dhe të jetonte me Anisën, vajzën që diku kishte pasuri dhe privilegje. Por dashuria e tyre nuk u ndalua, ajo u bë një forcë e padukshme që i mbronte nga paragjykimet. Një nga momentet më të rëndësishme ishte kur nëna e Dritanit u sëmur për një periudhë të gjatë, dhe ata u detyruan të punonin së bashku, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke organizuar shëndetin e saj dhe duke u kujdesur që ajo të ndjejë sigurt. Anisa shpesh qëndronte natën pranë saj, duke ngrohur dhe duke i lexuar histori për t'i mbajtur shpirtin të gëzuar. Dritani punonte për të siguruar barnat dhe ushqimet që i duheshin. Ky përkushtim i përbashkët e bëri lidhjen e tyre më të fortë, sepse ata kuptuan se sfidat nuk ishin pengesa, por mundësi për të treguar dashurinë dhe besnikërinë. Në mes të gjithë këtyre sfidave, ata filluan të mendojnë për një kopsht të vogël dhe fëmijët e ardhshëm. Anisa ëndërronte të shihte lule të ndryshme që rriteshin pranë shtëpisë, ndërsa Dritani dëshironte që fëmijët e tyre të rriteshin në një ambient të ngrohtë dhe të qetë, ku mund të ndjen dashuri dhe siguri. Ata planifikuan çdo gjë me kujdes, vendosjen e mobiljeve, hapësirat për lojëra dhe mënyrën se si do t'i përgatisnin ditët e tyre për të krijuar një familje të lumtur. Një pasdite pranvere, ndërsa u ulën pranë gjakut, Dritani nxori një trëndafil të freskët që kishte blerë në treg.
Ai e dorëzoi Anisës dhe tha, "Ky trëndafil nuk është vetëm për ty, është për të gjithë ato momente që na sollën këtu, për çdo vështirësi që kemi kaluar dhe çdo gëzim që na pret." Anisa e mori, e shikoi dhe lotët ju rrjedhën. Ishte një moment ku e kuptuan se çdo sakrificë, çdo udhëtim dhe çdo sfidë kishte kuptim vetëm sepse ishin bashkë. Në javët dhe muaj që pasuan, ata filluan të krijonin një rutinë të përditshme që pavarësisht lodhjes, ishte e mbushur me gëzim dhe kuptim. Çdo mëngjes, Anisa përgatiste mëngjesin për të dy, ndërsa Dritani kontrollonte furnizimet dhe punonte në dyqanin e vogël. Pas diteve, ata bënin shëtitje të ngadalta në rrugët e qytetit, duke përshkuar çdo çoshe që kishte kujtime të rinisë së tyre. Dhe në mbrëmje, pranë gjakut, ndanin ëndrat dhe planet për të ardhmen. Dashuria e tyre ishte bërë një forcë e qëndrueshme dhe e pazhbërshme. Çdo sfidë e re, çdo vështirësi ekonomike ose presion shoqëror u përball me bashkëpunim dhe përkushtim. Ata nuk ishin më thjesht dy të rinj të dashuruar, ata ishin partner në jetën e përditshme, duke ndërtuar një të ardhme që nuk mund ta thyente asgjë. Pas disa vitesh që Dritani dhe Anisa jetonin së bashku, qyteti malor ishte bërë pjesë e tyre. Ata e ndjenin çdo rrugicë, çdo shesh dhe çdo çoshe të njohur. Por ndërsa bënin përpjekje për të krijuar një jetë të qëndrueshme, sfidat e viteve 90 nuk i lanë të qetë. Ekonomia ishte e paqëndrueshme, punët shpesh mungonin dhe furnizimet arrinin vonë ose jo në kohë. Çdo ditë kërkonte menaxhim të kujdesshëm të çdo lek, të çdo ushqimi dhe të çdo energjie që kishin. Dritani punonte pa pushim, shpesh duke bërë punë të ndryshme, riparime, transport mallrash apo ndihmë në dyqanet e fshinjve. Ai nuk flinte shumë, por zemra e tij ndjehej e mbushur me kuptim. Anisa nuk qëndronte pasive, ajo menaxhonte shtëpinë, kujdesej për furnizimet, bënte tregti të vogla dhe ndihmonte fshinjet që kishin nevojë. Ajo ishte një krah i fortë dhe bashkë ata përballonin çdo sfidë. Në këtë periudhë, ata filluan të planifikonin familjen e tyre. Ishte një vendim i madh dhe emocionues. Kur Anisa mbeti shtatzën për herë të parë, gëzimi i tyre nuk ishte kufi. Dritani nuk e linte asnjë moment Anisën vetëm, ai ndihmonte me gjithçka, duke ndërtuar një dhomë të vogël për fëmijën dhe duke përgatitur çdo gjë për ardhjen e tij. Ndërsa dita e lindjes afronte, qyteti i vogël po ndryshonte. Njerëzit flisnin për çiftin e ri dhe për familjen që po krijohej, duke ndjerë një admirim të thjeshtë dhe të ngrohtë për përpjekjen e tyre. Kur lind fëmia i tyre i parë, një djalë që e quajtën Iliri, Dritani dhe Anisa ndjen një lumturi të papërshkrueshme. Të gjitha mundimet dhe lodhjet e viteve të para të jetës së tyre, dukeshin të pavlera përballë këtij mrekullie. Fëmia i vogël ishte një simbol i dashurisë së tyre, i sakrificave dhe i përkushtimit që kishin treguar gjatë gjithë viteve. Në muajt e parë pas lindjes, rutina e tyre ndryshoi totalisht. Dritani vazhdonte punën, por tani kishte një arsye më të madhe për çdo përpjekje, fëmia dhe ardhmja e familjes së tyre. Anisa kujdesej për çdo detaj, ushqimin, gjumin dhe çdo gjest që mund të siguronte që djali të ndjehej i sigurt dhe i dashur. Ata punonin bashkë natë e ditë, duke krijuar një shtëpi të ngrohtë dhe të mbushur me kujtime. Por sfidat nuk përfunduan me ardhjen e fëmijës. Shqipëria e viteve 90 ishte plot pasiguri ekonomike dhe sociale. Një pasditë dimri, ndërsa dëbora mbulonte qytetin dhe ajri ishte i ftohtë, Dritani dhe Anisa u ulën pranë gjakut të vogël, duke mbajtur njëri tjetrin ngrohtë. Ai ngjori nga xhepi një trëndafil të vogël të ruajtur nga vitet e kaluara. "Ky është për ne," tha ai. "Nuk ka rëndësi sa vite kaluan, dashuria jon ka mbjetuar." Anisa e mori trëndafilin, e shikoi dhe lotët u rrjedhën në heshtje. Ishte një moment që shprehte gjithçka, sakrifica, dashuria, besimi dhe besnikëria që kishin përjetuar të dy. Në ditët që pasuan, ata filluan të planifikonin të ardhmen me më shumë vendosmëri. Bisedat nuk ishin më thjesht për punën apo blerjet, por për ëndrat që kishin shtyrë për kaq shumë vite. Dritani fliste për mundësitë që mund të krijonte në qytet, ndërtimin e një dyqani të vogël ose riparime që do të sillnin të ardhura shtesë. Anisa fliste për arsimimin e fëmijëve të ardhshëm, për një jetë ku çdo gjë do të ishte e ndershme dhe e ndërtuar me përkushtim dhe dashuri. Ata ndjeheshin më të fortë se kur, duke kuptuar se sfidat nuk ishin pengesa, por mundësi për të treguar se dashuria dhe përkushtimi mund të mbjetojnë në çdo kohë dhe në çdo vend. Çdo ditë e përbashkët, çdo bisedë dhe çdo kujtim i rinisë së tyre i bënte ata më të lidhur dhe më të qetë për të përballuar çdo gjë që mund të vinte përpara. Jeta e Dritanit dhe Anisës nuk ishte më e thjeshtë, por ishte e plot me kuptim. Pas disa muajsh shëndrimi së bashku, ata filluan të ndihen të rrethuar nga përgjegjësi të mëdha. Ekonomia e pas 90-s ishte e pashëndrueshme. Tregu i qytetit të vogël shpesh nuk ishte mallra të mjaftueshme, çmimet ndryshonin çdo javë dhe punët e përditshme shpesh kërkonin sakrifica që nuk mund t'i parashikonin.
Një nga sfidat më të mëdha erdhi kur dyqani ku punonte Dritani u përball me mungesë furnizimesh për disa javë. Ai duhet të gjente një mënyrë për të mbajtur klientët të kënaqur, pa humbur reputacionin dhe pa krijuar borxhe. Shumë herë punonte nga mëngjesi deri vonë në mbrëmje, duke u kujdesur që çdo produkt të ishte në rregull dhe çdo klient i respektuar. Anisa ishte pranë tij gjatë gjithë kohës, duke mbajtur shënime, organizuar furnizimet dhe duke u siguruar që gjithçka të funksiononte. Në një ditë të ftohtë dimri, ndërsa rrugët e qytetit ishin të mbuluara nga dëbora dhe qyteti duke i vetmuar, Dritani dhe Anisa u ndodhen të vetëm në dyqanin e vogël, duke menduar për të ardhmen. Anisa e shikoi Dritanin dhe tha, "Është e vështirë, por ndjej se çdo sfidë që kalojmë na afron më shumë." Ai e mori dorën dhe e shikoi drejt në sy. "Po, Anisa, kjo nuk është vetëm për ne, është për të gjithë ata që duam dhe për të ardhmen që duam të ndërtojmë." Përveç sfidave ekonomike, ata përballeshin edhe me presionin e shoqërisë dhe familjes. Shumë prej fshinjve dhe njohësve nuk e prisnin që Dritani, djali i varfër, të kthehej dhe të jetonte me Anisën, vajzën që diku kishte pasuri dhe privilegje. Por dashuria e tyre nuk u ndalua, ajo u bë një forcë e padukshme që i mbronte nga paragjykimet. Një nga momentet më të rëndësishme ishte kur nëna e Dritanit u sëmur për një periudhë të gjatë, dhe ata u detyruan të punonin së bashku, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke organizuar shëndetin e saj dhe duke u kujdesur që ajo të ndjejë e sigurt. Anisa shpesh qëndronte natën pranë saj, duke e ngrohur dhe duke i lexuar histori për t'i mbajtur shpirtin të gëzuar. Dritani punonte për të siguruar barnat dhe ushqimet që i duheshin. Ky përkushtimi përbashkët e bëri lidhjen e tyre më të fortë, sepse ata kuptuan se sfidat nuk ishin pengesa, por mundësi për të treguar dashurinë dhe besnikërinë. Në mes të gjithë këtyre sfidave, ata filluan të mendojnë për një kopshtë të vogël dhe fëmijët e ardhshëm. Anisa ëndërronte të shihte lule të ndryshme që rriteshin pranë shtëpisë, ndërsa Dritani dëshironte që fëmijët e tyre të rriteshin në një ambient të ngrohtë dhe të qetë, ku mund të ndjejnë dashuri dhe siguri. Ata planifikuan çdo gjë me kujdes, vendosjen e mobiljeve, hapësirat për lojëra dhe mënyrën se si do t'i përgatisnin ditët e tyre për të krijuar një familje të lumtur. Një pasdite pranvere, ndërsa u ulën pranë gjakut, Dritani nxori një trëndafil të freskët që kishte blerë në treg. Ai e dorëzoi Anisës dhe tha, "Ky trëndafil nuk është vetëm për ty, është për të gjithë ato momente që na sollën këtu, për çdo vështirësi që kemi kaluar dhe çdo gëzim që na pret." Anisa e mori, e shikoi dhe lotët ju rrjedhën. Ishte një moment ku e kuptuan se çdo sakrificë, çdo udhëtim dhe çdo sfidë kishte kuptim vetëm sepse ishin bashkë. Në javët dhe muajt që pasuan, ata filluan të krijonin një rutinë të përditshme që pavarësisht lodhjes, ishte e mbushur me gëzim dhe kuptim. Çdo mëngjes, Anisa përgatiste mëngjesin për të dy, ndërsa Dritani kontrollonte furnizimet dhe punonte në dyqanin e vogël. Pas diteve, ata bënin shëtitje të ngadalta në rrugët e qytetit, duke përshkuar çdo çoshe që kishte kujtime të rinisë së tyre. Dhe në mbrëmje, pranë gjakut, ndanin ëndrat dhe planet për të ardhmen. Dashuria e tyre ishte bërë një forcë e qëndrueshme dhe e pashbërshme. Çdo sfidë e re, çdo vështirësi ekonomike ose presion shoqëror u përball me bashkëpunim dhe përkushtim. Ata nuk ishin më thjesht dy të rinj të dashuruar, ata ishin partner në jetën e përditshme, duke ndërtuar një të ardhme që nuk mund ta thyente asgjë. Pas disa vitesh që Dritani dhe Anisa jetonin së bashku, qyteti malor ishte bërë pjesë e tyre. Ata e ndjenin çdo rrugicë, çdo shesh dhe çdo çoshe të njohur. Por ndërsa bënin përpjekje për të krijuar një jetë të qëndrueshme, sfidat e viteve 90 nuk i lanë të qetë. Ekonomia ishte e paqëndrueshme, punët shpesh mungonin dhe furnizimet arrinin vonë ose jo në kohë. Çdo ditë kërkonte menaxhim të kujdesshëm të çdo lek, të çdo ushqimi dhe të çdo energjie që kishin. Dritani punonte pa pushim, shpesh duke bërë punë të ndryshme, riparime, transport mallrash apo ndihmë në dyqanet e fshinjve. Ai nuk flinte shumë, por zemra e tij ndjehej e mbushur me kuptim. Anisa nuk qëndronte pasive, ajo menaxhonte shtëpinë, kujdesej për furnizimet, bënte tregti të vogla dhe ndihmonte fshinjet që kishin nevojë. Ajo ishte një krah i fortë dhe bashkë ata përballonin çdo sfidë. Në këtë periudhë, ata filluan të planifikonin familjen e tyre. Ishte një vendim i madh dhe emocionues. Kur Anisa mbeti shtatzën për herë të parë, gëzimi i tyre nuk ishte kufi. Dritani nuk e linte asnjë moment Anisën vetëm, ai ndihmonte me gjithçka, duke ndërtuar një dhomë të vogël për fëmijën dhe duke përgatitur çdo gjë për ardhjen e tij. Ndërsa dita e lindjes afronte, qyteti i vogël po ndryshonte. Njerëzit flisnin për çiftin e ri dhe për familjen që po krijohej, duke ndjerë një admirim të thjeshtë dhe të ngrohtë për përpjekjen e tyre. Kur lind fëmia i tyre i parë, një djalë që e quajtën Iliri, Dritani dhe Anisa ndjen një lumturi të papërshkrueshme. Të gjitha mundimet dhe lodhjet e viteve të para të jetës së tyre, dukeshin të pavlera përballë këtij mrekullie.
Fëmia i vogël ishte një simbol i dashurisë së tyre, i sakrificave dhe i përkushtimit që kishin treguar gjatë gjithë viteve. Në muajt e parë pas lindjes, rutina e tyre ndryshoi totalisht. Dritani vazhdonte punën, por tani kishte një arsye më të madhe për çdo përpjekje, fëmia dhe ardhmja e familjes së tyre. Anisa kujdesej për çdo detaj, ushqimin, gjumin dhe çdo gjest që mund të siguronte që djali të ndjej i sigurt dhe i dashur. Ata punonin bashkë natë e ditë, duke krijuar një shtëpi të ngrohtë dhe të mbushur me kujtime. Por sfidat nuk përfunduan me ardhjen e fëmijës. Shqipëria e viteve 90 ishte plot pa siguri ekonomike dhe sociale.